Faleminderit i nderuar. Unë vlerësoj i nderuar që me shumë respekt në jush, por që ne nuk kemi kushtet fare për të dhënë vlerësim të fakt, sepse kjo vlerësim ka bërë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. E drejta e çdo qytetari për të qenë në një seancë gjyqësore, për të pas syt në një proces gjyqësor, pra parimi kushtetues i publicitetit të seancës është një parim kushtetues i cili nuk mund ndalohet përveç se kur cënohet integriteti i një personi, kur cënohet integriteti i sallës, integriteti i zhvillimit të procesit gjyqësor, që nuk për rast nuk ndodh as nuk ka asnjë arsye pse të mendojmë se do ndodhë. E dyta, që është shumë e rëndësishme, po Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton shumë qartë të drejtën dhe lirinë e medjes. Dhe liria e medjes sigurisht që presupozohet që duhet të kenë në dispozicion sa gjithë instrumentat që media ta ushtrojë vërtetërinë e saj lirë në një institucion publik. Pretendimi më sa kuptova nga parashikimi që bëri profesionisi i palës paditur, pra bëhet fjalë për një akt administrativ të profesionistit i palës paditur, por nuk shtoj më tej se çfarë cënohet në ky fakt. Akti administrativ nuk është akt administrativ privat. Është akt i Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Është akt që meriton syrin çdo qytetari mbi mënyrën se si është ndryshuar dhe mbi vendimarrjen që ka bërë Presidenti i Republikës jo për një person privat, por për një person i cili nëpërmjet këtij akti do ushtrojë dhe ka ushtruar autoritet publik të deleguar nëpërmjet Kushtetues së Republikës së Shqipërisë. Atëherë që të tim them nderuar gjyqtar që duhet të regjistrohet me patjetër. Disa të ligjet ndonë shërbimi për të shprehur në këtë pjesë. Zotëri e shumë vjetë, Dhe sa të bëjë gjykaci, sa të bëjë gjyktari. Jo s'pa dëgjojmë. Jo, si vesh të bëjmë të bëjmë.